Cilat janë aspektet e jetës ku kërkohet drejtësi? Ne jemi mësuar zakonisht të flasim për drejtësinë nga një qeveritar, drejtësi nga një gjykatës, drejtësi që duhet të ushtrohet nga një ministër, një punonjës, domethënë funksionar i lartë. Por drejtësia duhet në të gjitha nivelet. Të drejtë duhet të jenë të gjithë njerëzit. S'ka dyshim që përgjegjësia që ka prisi, drejtuesi, funksionari i lartë është më e madhe. Ai ka përgjegjësi më të madhe. Nëse mban drejtësi, ka me pas problem më të madh nga Allahu i lartësuar. Nëse nuk mban drejtësi, ndëshkimin e ka më trop, se përgjegjësia e tij është më e madhe, dhe nëse ai dëmton, nëse ai bën pa drejtësi, do të preken më shumë njerëz, do dëmtohen më shumë njerëz. Por drejtësia në realitet nevojitet në gjitha nivelet. Nevojitet në të gjitha aspektet. Njeriu duhet të jetë i drejtë me vetveten. Të jap hakun shnetit, trupit, vet. Duhet të jetë i drejtë me bashkëshortën e tij, t'ia plotësoj drejtën e saj, ka drejta bashkëshortja, nuk është vendi këtu për të sqaruar drejtën bashkëshortore. Ndoshta në një mësim tjetër, në një emision tjetër do të flasim për këtë pjesë. Po ka njerëz që bëjnë pa drejtësi bashkëshortës. Fëmia ka drejtat e tij. Duhet që me i dhon drejtën fëmijës. Dhe kush nuk jep drejtën fëmijës, nuk jep drejtën bashkëshortës, ai konsiderohet i padrejtë. Po edhe bashkëshorti, domethënë ka bashkëshort në kohën tonë që u bën pa drejtësi. Ka gra që, domethënë jo vetëm ka gra që dhunohen, që u bën pa drejtësi, po ka edhe burra që vuajnë nga gratë, gra që nuk respektojnë drejtat e burrave. Edhe ajo konsiderohet e padrejtë. Ka prindër që vuajnë nga padrejtësia, sepse nuk respektohen nga fëmijët. Prindi ka drejtën e vet, është kujdesur për fëmijën, e ka rritur. Ai meriton respekt, meriton mirënjohje. Duhet t'ia njohim të drejtën. Është e drejtë që ka caktuar Allahu në Kur'an, e ka bërë profeti në hadithe. Dhe nëse nuk respekton këtë të drejtë, rrezikon dënim të rëndë nga Allahu i lartësuar. E drejta e fëmijët, e drejta e bashkëpronarit, e drejta e ortakut. Duhet të jemi të drejtë dhe në marrëdhënie, në shit blerje, kontrata. Allahu i lartësuar ka ndëshkuar një popull për shkak se ndër të tjera ata masin dhe peshonin me hile. Ata bënin pa drejtësi. Sot është shumë e përhapur hilja në marrëdhënie tregtare. Vështirë të gjesh një tregtar që tregon metët e mallit, që tregon nëse malli është origjinal apo jo. Që djesh, domethënë që ta thot diçka saktë, që ta jep masën dhe peshën ashtu siç duhet. Po padrejtësia është përhapur në një nivel shumë të rëndë, domethënë ka biznese të mëdha që bëjnë padrejtësi. Që po të vihen në peshë, produktet e tyre që janë të amballazhuara, rezultojnë me mangësi, me tmeta, me shumë probleme. Po ka smundje që përhapet për shkak se ilaçet që vendosen. Për shkak se, domethënë, ilaçet që përdoren edhe në fushën e bujqësisë nuk respektojnë parametrat e caktuara. Pa ka probleme të mëdha. Padrejtësia është rrirë në shumë nivele. Ne duhet si shoqëri të përpiqemi të vendosim drejtësinë. Në qoftë se unë do të jemi i drejtë me vetveten, me fëmijët, me bashkëshorten, do përpiqem që të respektoj të drejtat. Atëherë le të shpresojmë që do të përmirësohet shoqëria, do të kemi një qeveritar të drejtë, do ketë gjykatës të drejtë, do ketë funksionar të drejtë. Ashtu sikur se duam që të tjerët të respektojnë drejtat tona, mos ta bëjnë zullum, mos ta bëjnë padrejtësi, edhe ne duhet përpiqemi që të jemi të drejtë me njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për mirësinë që arrin njerëzit e drejtë në ditën e gjykimit, që do të jenë në vende të ngritura prej drite, në të djathtën e Rahmanit gjithëmëshirshmit, ka përmendur qeveritarët, gjykatësit, kryefamiljarin, atë që qeverisë që drejton familjen dhe ai duhet të jetë i drejtë. Ka përmendur dhe çdo lloj përgjegjësie. Kushdo që ka një përgjegjësi duhet të jetë i drejtë dhe duhet bëj kujdes se nëse nuk është i drejtë, rrezikon që të privohet nga hyrja në xhenet dhe të shkojë në zjarrin e xhenemit në ditën e gjykimit.